Zoti Merkoçi, çfarë efekti do të kenë protestat e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut? A janë ato vërtet një instrument i fuqishëm për ndryshuar politikën, po themi, në Maqedoninë e Veriut sa i përket drejtave të shqiptarëve, por dhe a mund të sjellë një efekt domino edhe në Kosovë, në Shqipëri? Efekt domino ajo lloj proteste po e nis nga fundi nuk mund të sjellë, sepse ajo është për çështje të gjuhës shqipe dhe të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ajo protestë vjen si pasojë e politikës së partive politike shqiptare që kanë bërë gjatë gjithë këtyre viteve në Maqedoni. Pavarësisht se aty është me kushtetut që flamuri dhe gjuha shqipe janë zyrtare, pra gjuha shqipe është zyrtare, por efektet që i thash partitë politike të cilat kanë qenë në pushtet dhe kanë mbajtur pushtetin në Maqedoni nuk e kanë zbatuar në mënyrë rigoroze dhe nuk janë bërë ndonjëherë promotor për të vendosur de jure të themi të gjithë jetën sociale në Maqedoninë të Veriut me gjuhën shqipe. Kjo ndodh tashmë dhe me shkollat dhe provimet të cilat ata duhet t'japin në gjuhën maqedonëse. Pra pavarësisht se shkollën e bëjnë në gjuhën shqipe, provimin do ta japin në gjuhën maqedonëse. Ky është një nga ngërçet që i jep të drejtë atyre të ngrihen në protestë, pasi ata nuk mund bëjnë asnjë lloj veprimi tjetër përveç se gjuhës maqedonëse. Pra gjuha maqedonëse duam apo s'duam kthehet në një gjuhë zyrtare unikale. Dhe gjuha shqipe përdoret thjesht si propagandë, megjithëse është e shkruar në kushtetutën e Maqedonisë Veriut, ajo vjen dhe përdoret sipas tekave të themi të qeverive. Ngulmoj edhe një herë tek ajo që politika që kanë ndjekur partitë politike që kanë mbajtur qeveritë maqedonëse në këmbë dhe kryesisht një nga partitë më kryesore është ajo e Ali Ahmetit, nuk kanë punuar dhe nuk kanë bërë absolutisht asnjë lloj presioni kashi qeverive, ku ata kanë qenë pjesëmarrës që gjuha shqipe jo vetëm përdor, por edhe të evoluojë akoma më tepër përpara. Duhet të kuptojmë një gjë që në Maqedoni ka një gjuhë, ruajtje gjuhës shqipe është ruajtur në mënyrë më të përkryer, më të mirë të mundshme, pasi ata nuk kanë lejuar kurrë që ta basardojnë gjuhën siç e kanë bërë këtu në Shqipëri apo në vende të tjera, të cilët kanë fujt fjalë të huaja. Maqedonisja shqipja në Maqedoni është shumë e pastër, shumë e pulluar dhe kanë ruajtur atë lloj tradite. Ngritja në protestë për kërkesën e kësaj ndoshta është pak e vonuar. Është e vonuar sepse ata e dinin shumë mirë që provimi do jepesh në gjuhën maqedonëse, por gjithsesi kjo lloj proteste them se do të nxjerrë në pa të gjithë defektet që ka politika maqedonëse, kashi shqiptarëve, dhe do të jetë një protestë e cila nuk do të prodhojë sot, pasi provimet që do jepen patjetër që do jenë në gjuhën maqedonëse, sepse nuk ka dhe kohë afat, të paktën me kontraktet që kanë pas, ata ma kanë shpjeguar që nuk ka kohë dhe afat për të bërë tekstet, për t'i përkthyer, për t'i bërë. Por kjo është për vazhdimsinë e kësaj politike. Pra ndërprerjen e vazhdimësisë së kësaj politike racore, mund të them, qoftë nga Greku, qoftë nga Serbi, kryesisht janë dy vende të cilat po e turystojnë politikën maqedonëse që gjuhën shqipe tash duken sa më parë, domethënë ta heqim nga ata, do mundohen me këtë lloj rasti, do mundohen që ta zhduken edhe nga kushtetuta, nëse do të vijë një moment ku të gjithë etnitë e tjera të bëhen bashkë për të sulmuar shqiptarët, dhe kjo është ajo fatkeqësia më e madhe. Dhe gjëja më për të ardhur keq themi është se politika shqiptare si vendi am nuk ka pasur asnjë lloj ndikimi në apo rrugtimi, apo lëvizje politike, diplomatike, përsa e përket mbrojtjes së gjuhës, apo mbrojtjes së
asaj pjesë të popullsisë shqiptare që ndodhet në Maqedoninë e Veriut, duhet ta kuptojmë drejt, ata janë më autoktonët në atë vend sepse kanë gjuhën, tokën, zakonet, doket dhe janë ata që dominojnë në këto treva kaq të mëdhaja të Shqipërisë. Por, thash, politika shqiptare është ajo që nuk i kam mbështetur dhe nuk i ka marrë asnjëherë në konsiderat këto lloj pretendimesh reale dhe të prekshme që ka pas populli i Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut. Si është e mundur që politika shqiptare nuk ka bërë asgjë kundrejt të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, qofshin partitë politike atje, pra partitë politike shqiptare dhe qoftë Tirana zyrtare? Por një nga faktorët që nuk kanë bërë asnjë lloj politike është pjesa sepse duhet shohim që edhe në Shqipëri ata e kanë shkatruar arsimin, kanë shkatruar kulturën me vetdashje dhe në një vend ku ti e shkatron arsimin dhe kulturën me vetdashje, nuk mund të pretendosh se do të ngrish një politikë të atill në jashtë territorit të kufive shtetëror tuaj. Kështu që nuk kam pritur asnjëherë si shqiptarët, politika shqiptare gjithmonë kam thënë që ka luajtur një politikë antikombëtare dhe nuk ka pas në thelbin e saj, nuk ka pas absolutisht asnjëherë prioritet mbrojtjen e shqiptarëve jashtë kufive shtetëror. E them me plot gojën këtë pasi në 98 kur u miratua kushtetuta, një nga pikat të cilat unë kam ngritur, kam luftuar, kam shkruar, kam debatuar, ka qenë vetëm preambula e kushtetutës, ku unë kërkoja që në preambul të shkruhesh ne populli shqiptar, ndërsa politikanët tanë kanë shkruar ne populli i Shqipërisë. Pra kanë kufizuar kushtetutën brenda territorit të Shqipërisë. Kjo ishte një nga arsyet që unë kërkoja pikërisht për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve qoftë Maqedoni, në Kosovë, Malzi, apo në Çamri, apo kudo që të ishin. Por një gjë e tillë nuk u pranua. Dhe kjo ishte një synim i politikës tonë kam thënë gjithmonë që këta kanë ndjekur një politikë antikombëtare dhe nuk kanë ndonjë projekt për sa i përket diplomacisë shqiptare, e cila nuk ekziston dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj projekti se ku do shkojë Shqipëria pas 50 vjetësh, pas 100 vjetësh. Ashtu siç e kanë gjithë vendet e tjera të botës. Në këto kushte, patjetër që politika jonë është politikë propaganduese, nuk është politikë reale dhe është një politikë e cila nuk i takon të djathtës. Duhet kuptojmë një gjë që të majtët qoftë termin kom apo nacionalizmi nuk e përmendin. Dhe ju e shihni që për 35 vjet në Shqipëri nuk është përmend kurrë fjala nacionalizëm apo kapitalizëm apo fjala kom për të vetëm arsye sepse këta nuk e njohin këtë lloj gjëje. Këta njohin internacionalizmin, fjalën kom nuk ekziston për ta fare dhe janë drejt globalizmit. Pra, kjo politika jonë nuk është politikë kombëtare, nuk është politikë nacionale, kjo është një politikë internacionale dhe kaq. Zoti Merkoçi, atëherë me çfarë të drejte morale apo me çfarë karte morale del për shembull Panderi Majko në mbështetje të kësaj proteste, apo qoftë edhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, i cili e mbështet këtë protestë edhe me vargjet e Gjergj Fishtës në këtë rast? Atëherë me që ai përgjigj me vargjet e Fishtës, edhe unë për i përgjigje me vargjet e Fishtës, ku Fishta thot pse dhe të hujve sot shqiptari qirin kam do të rrinj qyqari pse punon s'na ka na i pari. Pra, shka të thot që në momentin kur ty nuk punon shteti am, nuk do kesh mbrojtje, nuk do kesh asgjë. Unë ju thash që këta janë politikë propagande. Këta njohin vetëm propagandën, bëjmë vetëm propagandë. Këta e shesin Shqipërinë dhe pastaj flasin për Shqipërinë. Këta shesin Troje dhe flasin për Trojet. Këta shesin, të themi, kanë shitur Shqipëria sot vasalitetin e Shqipërisë dhe bëjmë propagandë sikur Shqipëria është vend vasal. Pra këta bëjnë çdo gjë dhe e kthejnë thjesht në një propagandë.
në një vend që bëhet vetëm propagandë nuk mund të ketë absolutisht asnjë lloj rezultati. Këto janë çashka që lëshkon qoftë individ të politikës shqiptare apo partitë politike të Shqipërisë apo dhe vetë qeverisë. Si mendoni, sa efekt mund të kenë mesazhet atilla mbështetëse si ajo e këngëtares me fam botërore Bebe Rexha kundrejt protestës së studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, apo tashmë po kthehet në një formë tallavaje ku secili mund të shprehë mbështetjen por që nuk mund të prodhoj rezultate konkrete? Jeni të bindur vetëm në një pikë, pavarësisht nga të gjithë deklaratat, pavarësisht nga të gjithë ata që shumë kush kërkon të përfitojë edhe nga kjo protestë, keni të bindur që ata janë të bindur që janë të vetëm. Ata janë të bindur se kështu kanë qenë të vetëm gjithmonë, nuk është se kanë qenë sot. Ata gjithmonë kanë qenë vetëm dhe çdo gjë e kanë fituar me betejat e tyre, me mbështetjen popullore. Unë shpresoj që në këtë protestën e ditës hënë populli shqiptar i Maqedonisë Veriut do t'i bashkohet protestuesve, do t'i bashkohet studentëve dhe nëse populli, që unë shpresoj se do t'i bashkohet, nëse populli do t'i bashkohet kësaj proteste, jeni të bindur që ajo protestë do arrijë qëllimin e saj.